Zbulon detaje nga muajt të turbull të Sarës dhe Erikut? E vërtet. Priveva Liberta Spahiu nisi sot ditën me raportimet e heqjes së follow në rrjetet sociale nga Sara Hoxha dhe Erik Fullani, një zhvillim që pason disa javë të mbushura me thashëtheme për një krizë të thellë. Ndonse era e fundit që dysha u pa bashkë në publik ishte në fund të muajit shkurt, parapaskena duket se janë plot me lëvizje. Zërat lart e poshtë kanë bërë të ditur se ata prej disa muajsh janë në një raport me ulje ngritje, por asnjëherë në një ndarje tipike përfundimtare. Kjo pasi kurrë nuk e kishin shkëputur në tërësi kontaktin mes tyre. Miq të afërt me dyshën u shprehën për redaksin ton se nuk do t'ishte as pak çudi sikur t'i shinim të bën bashkë prap. Madje dëshmitar okular kanë treguar si kanë pikasur javën e shkuar duke drekuar në Tiranë. Ndërkohë veprimi i mbrëmshëm i heqjes nga rrjetet sociale ka tërhequr vëmendjen sepse përkon pikërisht pak minuta pas publikimit të promos së intervistës së Sarës në programin e vëllezërve Veshaj. Nga kjo promo, kuptohet se ajo do të pyetet dhe do të flas hapur për ndarjen, mundësinë e një ribashkimi dhe lajmet e fundit në media. Mbetet të shihet se çfarë do të sjellin ditët në vijim. Prishet miqësia Klodi Lëndrim e pavërtet. Pas atyre pushimeve të bujshme të përbashkëta në jug të Shqipërisë, dyshja e Big Brother VIP Kosova 4, Klodi dhe Lëndrimi nuk u panë më bashkë dhe rrjeti më njëherë nisi aludime të shumta. Dyshimet u përforcuan akoma më shumë kur Klodi dhe Leona u shfaqën në Turqi në pushime bashkë me Labinot Haxhiun, ndërkohë që një urim publik nga Lëndrimi për Klodin mungoi tërësisht në rastin e ditëlindjes. Për ata që janë mësuar të shohin gjithmonë bashkë krah njëri tjetrit, kjo ngjalli jo pak pikpyetje. Megjithatë, situata ka një shpjegim pa shumë drama. Arsyet e mungesës së tyre së bashku lidhen strikt me anën profesionale. Burimet tona konfirmojnë se Lëndrimi ka ndezur motorët me fuqi të plot për projekte të reja dhe ka qenë fort i zënë duke xhiruar një varg videoklipesh. Pavarësisht se agjenda e kërkuar dhe punët e përditshme i kanë ndarë paksa fizikisht kohët e fundit, raporti mes djemve mbetet korrekt, mbështetës, pak a shumë, siç e kemi njohur që në ditët e para të Big Brother VIP Kosova 4. Ndahet nga burri Samantha Caravella e pavërtet. Gjithçka nisi pas disa postimeve mjaft melankolike në rrjetet sociale nga vetë këngëtarja, të cilat u pasuan me shpejtësi nga ndjekësit me komente rreth një nuri ndarjeje. Aludimet u shpërndan aq shpejt saqë në portale kjo histori u mor thuajse si një fakt i kryer, por e vërteta është krejt ndryshe nga ajo që po përflitet. Priveva Liberta Spahiu përmes burimeve shumë të afërta me artistën ka arritur të zbulojë se këto zëra nuk kanë asnjë bazë reale. Jeta e saj private vazhdon të jetë e qetë, ndërsa raporti me partnerin është i pandryshuar dhe tejet i fortë. Kujtojmë se në prill të vitit 2025 artistja e njohur u bën nën për herë të parë duke mirëpritur vajzën e saj, Gia Rose, ndërsa prej kohësh jeton e lumtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e saj. Sa i përket postimeve që ngritën dyshime, ato janë thjesht një formë ngacmimi artistik dhe lidhen ngushtë me këngët e reja plot emocion që Samantha do i sjellë në vazhdim. Luana Vjollca drejt i kthimit në Top Channel, e vërtet. Sinjalet kishin kohë që zjenin në rrogoz për një rikthim të mundshëm, por tani gjithçka duket se ka kaluar në hapa shumë më konkret. Me sa duket marrëveshja është mbyllur përfundimisht. Burimet sigurta të Priveva Liberta Spahiu konfirmojnë se nëse nuk ndryshon diçka rrugës, moderatorja e njohur do të rikthehet në ekranin ku nisi gjithçka, duke filluar nga sezoni i ri televiziv që starton në shtator. Sigurisht, një rikthim i tillë pritet të ndodhë me një format të rëndësishëm prime time, por plotësisht të përditësuar për t'ju përshtatur kohës. Gjurmët për këtë lëvizje ishin që me dashamirësinë e treguar hapur gjatë Big Brother VIP, kur Ledioni foli me superlativ teksa reklamon të brendin e saj, e më pas u përforcuar me daljen e Luanës në një intervistë mjaft miqësore tek Goca dhe Gra. Kujtojmë se ai dha lajm të mirën Top Channelit në vitin 2021 për të vazhduar rrugtimin në TV Klan për rreth 2 vite, ndërsa në 2025 solli Ferma VIP në Vision Plus. Tani me sa duket ka ardhur koha të kthehet tek shtëpia e vjetër.